15 të vdekur dhe 26 të plagosur, mes tyre 2 policë grek, është bilanci i viktimave gjatë përplasjes së një motoskafi të rojës bregdetare greke me skafin e një grupi trafikantësh turq që transportonin emigrant të paligjshëm. Ngjarja ndodhi rreth orës 21 të mbrëmjes të së martës në ishullin Chios të Greqisë. Sipas rojës bregdetare greke, një motoskaf me të paktën 35 emigrant klandestin në bord po shkarkonte në brigjet greke kur u diktua prej rojës bregdetare. Roja bregdetare thot se motoskafi i trafikantëve u vu në lëvizje duke refuzuar të ndaloj pas sinjaleve që mori nga patrulla detare. Gjatë kësaj faze dhe në rrethana ende të paqarta, 2 motoskafët u përplasën duke gjetur vdekje të menjëhershme 14 emigrant, ndërsa 26 të tjerë, mes tyre dhe 2 oficer grek, u dërguan në spital. Një grua vdiq në spital duke çuar numrin e viktimave në 15, ndërsa burime lokale thanë se 4 persona të tjerë ndodhen në gjendje kritike për jetën pasi kanë plagë të rënda në organet e brendshme jetike dhe në kokë. Gjithashtu, 2 grashtatzana kanë humbur fëmijët e tyre. Ende nuk janë të ditura rrethanat e aksidentit, por dëshmitarë okular thanë se ngjarja ndodhi më pak se 200 deri 300 metra nga bregu dhe se motoskafi i rojës bregdetare hipi me shpejtësi të madhe mbi barkën e trafikantëve, çka vërtetohet edhe prej plagëve që viktimat dhe të plagosurit kanë.